Mirëmbrëma dhe mirë se erdhët në këtë agora. Jemi në muaj në shenjtë të Ramazanit, një muaj që përtej sakrificës apo adhurimit të shtuar, duket se është një muaj që e çon individin në një reflektim të thellë në raport me veten e në raport me atë se si ai performon në shoqëri. Jam shumë e lumtur që sonte të ftuar në studio kam myftyrën e luginës së Preshevës, zotin Ragmi Destani. Mirëmbrëma dhe faleminderit që pranove ftesën time. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën, zoti ju ndihmoft. Ju falenderoj shumë që morët rrugën nga Bujanovci për të na u bashkangjitur në këtë bisedë që urojmë të jetë frytdhënëse dhe të jenë mesazhe që do t'i dërgojmë tek të gjithë ata që na ndjekin. Faleminderit shumë për ju. Në vijat përgjithshme le të themi, le të tregojmë pak çfarë është në vetvete Ramazani. Para se ta diskutojmë vetëm Ramazani, ne shpesh kur na bën kjo pyetje, ne themi se në fenë islame kemi disa ndarje, varet nga kandi profesional i një lamie të cilën neve na duhet. Ndarja e parë që themi, për shembull, kemi pjesa bindjes dhe pjesa praktikës. Pjesa bindjes është të besosh Zotin, me laçet e Zotit, librat e Zotit, pejgamberët, kadan, kaderin dhe ditën e kiametit. Këtu kemi bindje dhe besim dhe jo vepër. Pjesa tjetër e kemi bindje besim me vepër. Këtu e kemi ta besojmë Zotin dhe ta shqiptojmë shahadetin. Ta besojmë namazin dhe ta falëm. Ta besojmë agjërimin me bindje dhe ta agjërojmë. Gjithashtu me zekatin dhe me haxhin. Kjo është një ndarje. Ndarjen tjetër të cilën këtu unë po e vrej dhe po mendoj se kemi lëshime paka shumë serioze, e tëra kjo kemi një ndarje raporti mes njeriu dhe Zotit në adhurime edhe përfitimet ose raportet mes njeriut dhe njerëzve përmes këtyre adhurimeve. Do doja të mbaja logjikën këtu, tek raporti i njeriut me njeriun, tek raporti i njeriut me Zotin. Kjo është dy kapituj të ndarë, sepse dhe kur do dalim nesër para Zotit, në ditën e gjykimit, ne do të pyetemi për secilin këto dy raporte veç e veç. Raportin mes njeriu dhe Zotit ka një llogarit veçantë dhe raportin mes njeriu dhe njerëzve ka një llogarit të veçantë. Andaj, askush mos t'i gëzohet, thot unë po falem, po agjëroj, po i bon të gjitha, ndërsa raporti me njerëz është shumë i mangët. Ky se ka arrit as gjysmën. Edhe ky tjetri, vetëm ta them edhe këtë, edhe ky tjetri, i cili mund të jetë shumë i mirë me njerëzit, shumë i udhë, shumë bujare, besnike tjera. Por nuk i ka raporti me Zotin, nuk bën. Andaj duhen të dyjat, të gjitha adhurimet, nëse ndalemi qofte shahadeti, qofte namazi, qofte agjërimi, të haxhi, të zekati, e pamundur gjatë studimit të gjejmë vetëm dobit që kanë të bëjnë mes njeriu dhe Zotit. Por në mënyrë automatike për pranim të Zotit, ato kushtëzohen, interesant, kjo më pëlqen shumë, ato kushtëzohen me raport të mirë me njerëzit, që edhe këto kushtet kryesore dhe të mëdha të fesë islame të pranohen të Zotit. E gjitha kjo që ju po thoni tani dhe unë po përpiqesha të mos ju ndërpres, zakonisht janë atribut i besimtarve, i atyre që lindin në një familje muslimane, që arrin të mësojnë këto në radhë parë nga familje e tyre. Ajo që do doja të ndalesha pak është se, sidomos mbas sulmeve të 11 shtatorit në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe më pas, u duk sikur një propagandë mbar botërore u vendos përballë Islamit, duke u përpjekur që Islami të paraqitej në versionin e tij më të keq. Ajo që bëri përshtypje është se në bazë të gjitha statistikave është se në fakt kjo dha një lloj kundërefekti. Njerëzit e kulturave dhe shoqërive të tjera filluan që të kuriozojnë lidhur me Islamin. Dhe respektivisht kjo solli një numër shumë të madh të besimtarëve të feve të tjera të cilët ju nënshtruan tashmë besimit Islam. Pse mendon që erdhi pikërisht ky lloj kundërefekti? Shikoni,
Gjithmonë Se duket që her pas here ka edhe agenda dhe një propagandë e vazhduar për ta përshkruar Islamin jo vetëm si terrorist, ato të parën, po edhe si një fe dogmatike, si një fe që i privon të drejtat, sidomos të grave, etj. Po në fakt dha kundër efekt. Gjithmonë kur ndodhin këto gjëra, është edhe kundër efekti e atyre që i projektojnë. Për shembull, kur duan të bëjnë diçka, qoftë diçka direkt me një pikë të Islamit, ose me në tërësi, këtu unë e pëlqej se në botë nuk e kemi analfabetizmin. Në botë kemi një njerëz inteligjent, njerëz të cilët duan të dinë dhe interesohen. Dhe në moment kur ata ndoshta dhe nuk kishin njohuri në fenë islame, dhe kur dele propagandë kundër Islamit, njerëzit fillojnë të interesohen. Edhe ata sigurisht se duan të dinë diçka. Interesanti është kur the 11 shtatorin, kam një informacion që është nga atëherë se pas asaj, thot 5 milion kopjet Kur'anit janë kërkuar që të shpërndahen. Këtë 5 milion njerëzit dolën me konkluza se kjo që ndodhi, nëse e kanë bërë muslimanët. Nëse e kanë bërë muslimanët, kjo nuk ka të bëje me Islami që ata e lexuan në Kur'an, po ka të bëje me njerëz të cilët sigurisht kanë dalë nga Islami. Dhe kjo tregoj se Islami nuk është ai i cili e kërkon ose e justifikon një veprim të tillë, por janë gjetë disa musliman të cilët mund të jenë musliman praktikues të atë Islamit të tyre, ose mund vetëm se të jenë emra të cilët publik përfaqësojnë Islamin, po në realitet nuk kanë lidhje me Islamin. Çfarë bën një individ, pra në këtë lloj konteksti, që të jetë një musliman i mirë? Kur them një musliman i mirë, një mesatare të artë mes individit në raport me individin dhe individin në raport me krijuesin. Se ka shumë njerëz që ne mund t'i perceptojmë si njerëz të mirë, po që ndoshta nuk janë edhe bashkë të tillë, apo ka njerëz që ne i shohim me një lloj, le të themi, skepticizmi, por që ata mund të kenë një vetëdijsi, mund të kenë një ndjeshmëri shumë më të lartë për komunitetin se sa ne që marrim përsipër të gjykojmë. Çfarë bën një musliman të mirë? Është interesantja se krejt thelbi i fesë islame është besimi në padukshmëri. Domethënë besojmë Zotin nuk e shohim, besojmë botën tjetër nuk e shohim, besojmë gjëra nuk i shohim, dhe shpesh na bëhet kjo pyetje pse nuk i shohim. Sepse po t'i shohim, atëherë do të bëhemi të nështruar, adhurues të nështruar ndaj asaj që i shohim, dhe nuk do të ishte në rregull. Por besimin padukshmëri të krijohet një bindje në saj të kapacitetit që ne e kemi, Zoti na ka dhënë atë fuqi. Andaj, për të bërë një musliman i mirë, që të bësh një musliman i mirë, sigurisht se kërkohet një bindje dhe një besim në një Zot që ne nuk do ta shohim. Pse kjo? Për shkak se kudo që të jesh, do të jesh ai i cili do ta dish se po përcillesh nga Zoti, edhe ti tash nuk do të kesh nevojë as të sheh policia kur bën ndonjë krim, as të shohë njerëzit e tjerë kur vjedh, as të sheh dikush që të thot pastaj unë të pash dhe e bëre. Ky edhe nëse i vjen të bën një krim dhe një diçka që nuk e bën. Pse? Sepse e di se kudo që t'je Zoti e sheh. Dhe Ramazani është një mësim interesant këtë pikë. Pse? Se ne mund të, sidomos dritë ta po e zëm, ata mund të jenë vetë në shtëpi apo. Kanë ushqimin, kanë pijen, kanë frigoriferin plot me ushqime. A han apenaj? Jo. A sheh dikush? Jo. Pse nuk e bën? Se ky e ka atë bindjen te Zoti. Dhe feja pikërisht kët e ka dashur për njeriu, që ne të jetojmë nën përcjelljen e Zotit dhe jo nën përcjelljen e frikave, traditave dhe ligjeve dhe policisë të tjera, forcave të ndryshme. Pse kjo? Për shkak se ti, për shembull, nëse don ta bën një krim, nuk sheh dikush, ti e bën.
Por ty nëse don ta bësh një krim, një vjedhje, një çka, Por ke vetdijen ke vetdijen se ekzistencës së krijuesit. Zoti të sheh, do të kthehesh te Zoti, do të bëhet llogaria, pavarësisht të pa dikush apo nuk të pa, këtu krijohet ajo shoqëria se nëse gjithkush vepron në këtë mënyrë, ne do të jemi shumë të lirë në jetën tonë, shumë të sigurt. Dhe kjo bën një musliman një njeri të mirë, kur ai e din se krijuesi i tij, i cili po e përcjell në mënyrë të vazhdueshme, ai e sheh vazhdimisht, e shpërblen për gjitha që e bën, edhe pse nuk e din dikush tjetër. Ne shumë punë bëjmë në jetën tonë, nuk na sheh kurkush. Edhe dyqysh disi ne dëshpërohemi pak. Pse dëshpërohemi? S'm pa kurkush, apo. Po kur e dim se Zoti më sheh, pikërisht kjo në solidaritetet mëdha, njerëzit vinë dhe e fshehin emrin e tyre. Kjo është ajo që e bën një individ ose një musliman të mirë. Po Zoti ja ka njohur njeriu të drejtën e lirisë në vendimarrje për shumë gjëra. Pra, njeriu është i lirë të zgjedhë të jetë ose mos të jetë praktikant i fesë. Është në lirinë e tij. Njeriu është i lirë ta deklarojë veten si pjesë e çfarëdo lloj feje, çfarëdo lloj kombi, domethënë është në lirinë, është në atributin e lirisë së tij. Sot një prej temave që diskutohet në këtë rrafshin ton shqiptar, për shumë arsye, nga një herë të logjikshme, shumë herë të pa logjikshme, duket sikur kanë dalë disa teori të reja që në qarqe të caktuara sikur fryhen akoma më shumë, është se feja dhe kombi e përjashtojnë njëri tjetrin. Pra, ti nëse je shqiptar, nuk bën t'jesh musliman, ose një fe tjetër monoteiste. Nëse je musliman, atëherë nuk bën t'jesh shqiptar. Asociohesh me një nacionalitet tjetër. Zakonisht njerëzit që japin disa shenja që i takojnë fesë islame, zakonisht thonë, ok, jeni arab. A e përjashton feja kombin ose anasjelltas? Dhe sidomos në kulturën tonë shqiptare që historia ka treguar gjë tjetër. Them diçka, çështja e kombit është çështje Zoti. Çështja e fesë është çështje individi. Ke lindi shqiptar pse ti dashte të lindesh, apo një pyetje kështu? Ti s'ke lind shqiptar se ti dashte të lindesh. Pra është një vendimarrje dikujt tjetër shumë më e madhe se sa fuqia jote. Po ta bëj një pyetje përsëri, a ke mund të jetë kishe lind në Indi, për shembull, Pakistan, Australi, a ke mund? Po. Ka mund. A na kam pyet neve se çfarë doni të lindni? Jo. Në moment ne kur kemi lind, aty ku kemi lind, ajo është vendim i Zotit. Dhe tash vendimi i Zotit ndyrë detyrimisht, pra duhet të respektohet. Përndryshe ne marrim mëkat nëse kësaj nuk i jep vlerë. Sepse Allah në Kur'an ka thënë se ne ju kemi bërë fise dhe kombe dhe popuj dhe që ju të jetonin mes veti dhe të njihenin mes veti. Bota sot me 8 miliard, po të ishte një gjuhë dhe një komb, ti eshe bindur se do të ishte shumë e vështirë jeta. Kombinacioni, dhe më thënë, një turme madhe me njerëz të njëjtë, me një kulturë me monotoni. Pra Zoti ka dashur ne të lindim disa ashtu, disa ashtu, disa ashtu. Dhe kjo është punë Zoti. Çdo kush që don të ndërhyjë te kjo nuk ka kompetencë. Cilat janë rrethanat që po i sjellin në shprehje këtë lloj konflikte shtëstisura mes shqiptarëve? Absolutisht, është ajo, ndoshta të themi, ajo xhelozia për këtë tolerancë, bashkëjetesë dhe harmoni që është shqiptarët, ku ndoshta si populli vetëm ne asnjëherë nuk e kemi pas dhe mendoj që nuk e kemi këtë problem. Ndoshta këtë mund të them lirisht edhe nga një kant tjetër, sepse ne me Islam nuk e kemi detyrim t'i besojmë pejgamberët e feve të tjera, fetë e tjera dhe librat e tyre. Andaj institucioni ose komuniteti i muslimanëve i bashkësisë islame, qoftë në Kosovë apo Shqipëri apo në Maqedoni, është shumicë, dhe këtu ata janë të detyruar, na them 6 kushtet e bindjes në Islam, besimin në Zotin, me laçet, me engjëjt, librat dhe pejgamber. Ne kemi
borxhe, kemi obligim para Zotit. Ta besojmë librin krishter, për shembull, Biblën, Injilin, pejgamberin Isën, e kemi borxh ta e besojmë. Pavarësisht ato ndryshimeve që i kam mësu historikisht, nuk është teme jona Pra tash. ti nuk je një musliman i mirë nëse nuk e Jo, do si je- dhe nuk e pranon edhe Jo që nuk jeni musliman. Jezusin apo si je hiç Isën. musliman. Me që jemi këtu, unë kam kënaqësinë që të kemi një lidhje të drejtë për drejtë në këto momente me Dom Markun në Shkodër, do shkojmë në Shkodër nga Tetova, do shkojmë në Shkodër për të marrë një mesazh urimi edhe prej tij, sigurisht në simbolikën e kësaj që po diskutojmë, sepse mes shqiptarëve nëse ka një vlerë është ajo që njëri tjetrin nuk e kemi parë asnjëherë nëpërmjet prizmës së fesë, por e kemi parë nëpërmjet prizmës së kombit. Dom Marku, mirëmbrëma dhe mirë se erdhe në Agora sërish. Mirëmbrëma, shumë përshëndetje mesin tuaj. Ju përshëndes përsërisht nga Shkodra, e shumë i gëzuar, e lumtur që në këtë emision bashkë me zotënin e Rrugë, përbajmë një mozaik të shkëlqyer të asaj që është tradita shqiptare e adhëut, një veçantë dhe e fesë. Në fakt, ishim duke folur për kombin dhe fen. Ne kemi një histori të jashtëzakonshme kur vjen puna tek Bashkimi Fetar. E në fakt më kujtua vdekja e atë Gjergj Fishtës në 30 dhjetor të 1940-s, ku në 31 dhjetor të këtij viti, në atë përcjelljen e fundit që i bëri Shkodra këtij personalitetit jashtëzakonshëm të historisë tonë, jo vetëm të penës, po edhe të mendimit e filozofisë politike, përtej edhe asaj fetare, fjalimi kryesor që mbahet mend sot e kësaj dite është fjalimi që mbajti Hafiz Ali Kraja, një tjetër personalitet jashtëzakonshëm i kohës, i cili tha fjalë të mrekullueshme, sigurisht meritore ndaj atë Gjergj Fishtës, ku mbahet mend që i drejtohet duke i thënë që me lahutën e malësisë shqiptarët do jenë po aq krenar sa që janë grekët me Iliadën. Pra, ajo që unë do doja në këtë muaj të shenjtë të Ramazanit, duke patur Myftiu në luginës së Preshevës në studio, duke patur këtë lidhje me ju në Shkodër dhe duke ditur disa histori të mrekullueshme tuajat në atë që në fakt në një intervistë që kemi bërë bashkë më ke thënë që ne nuk kemi tolerancë fetare. Ne nuk e tolerojmë njëri tjetrin, ne bashkëjetojmë në harmoni me njëri tjetrin. Doja të më tregoje pak si përjetohet ky muaj edhe te komuniteti juaj dhe sigurisht të marrim disa mesazhe urimi për të gjithë besimtarët musliman që janë në agjerim këtë muaj. Ashtu siç e thotë edhe ju përpara, kam përshtypjen se nuk duhet të rreshtim, ta themi, ta pohojmë të tjerë krenarë që kemi një kom dhe një vend ku festat nuk i përkasin vetëm bikujt. Ashtu siç pash te krishterët nuk janë festat vetëm katolikëve, por ato marrin një kuptim të jashtëzakonshëm prej pjesëmarrjeve dhe urimeve të vëllezërve muslimanë nëpër familjet tona. E njëjta gjë jam i bindur që edhe muaji Ramazanit nuk është vetëm muaji muslimanëve, nuk është vetëm muaji vëllezërve tonë muslimanë, por është muaji të gjithë neve që gëzohemi duke pa gëzimin e vëllezërve tanë. Një vëlla ontologjikisht e biologjikisht nuk mund të jetë kurrë i palumtur kur shikon vllain e vet të lumtur e kur shikon vllain e vet në një proces. Prandaj në këtë aspekt kam përshtypjen që të gjithë jemi bashkëpunëtar. Ndërsa këtë ditë jemi në hyrje fillimin e Ramazanit, mu më vinë në mend ato tregimet e gjyshit, tregimet e parëve të mi, familjarëve të mi, gjatë i mujt më tregonin kur e dinim që në kohën e komunizmit, fatkeqësisht një kohë ateiste për Shqipërinë, kur ne e dinim se jemi në këtë muaj, kishim kujdes, mos hanim as mos pinim ujë, e të evitonin edhe dohanin kur në kooperativa apo nëshim me miqtë e me vëllezërit tonë muslimanë. Kjo për me tregu atë shenjën e sensibilitetit vllazënor ku ti bahesh dorë para atë çka jeton tjetri, ku ti gëzon për atë çka gëzon tjetri dhe impenjohesh për atë që impenjon tjetri. Prandaj po diskutojmë që klima e këtij muaji është e përbashkët, është një klimë që të gjithë e bashkëtojmë, që të gjithë përpiqemi në një farë mënyrë të bahemi ai tjetri duhur e i nevojshëm që vëllezërit ta jetojnë në mënyrë të domosdoshme, në mënyrë të detyrueshme, në mënyrë të duhur atë çka profesion ky muaj madh. Ju keni një traditë shumë të bukur gjatë këtij muaji, një iftar të përbashkët?
Në fakt, kjo Fatjona tash ju thoni se edhe në kultin islam, po edhe në kultin e krishterë nuk është mirë që të përmendën ato gjëra, sepse thonë të duhet është një shenjë shumë e bukur bashkimi dhe respekti. Gjërat e mira që të jenë model që t'ja përdorin edhe të tjerët. Ju falenderoj. Po, pa diskutim, unë personalisht bashkë me, dhe me thënë, një darë gjatë këtij mujtë me gjithë miqtë e vëllezërit e mi të besimit islam, modestisht në vogëlsinë time, ulemi ofrojmë një iftar shumë vogël të cilin e konsumojmë të gjithë bashkët. Por kjo nuk është asgjë. Edhe biles edhe herën tjetër kur kemi qenë në Fatjonin, nuk kam pas dëshirë ta bëj shumë të madhe sepse më duket se del larg e jashtë atij jetit e atij çka përfaqëson. Jo, realisht, unë kam qef ta bëj të madhe këtë gjë, jo për atë se çka simbolizon shtrimi i një darke, po për atë se çfarë mesazhi jep. Pra fakti që në një muaj si që është muaji i Ramazanit, ne të i kalojmë mënyrën se si besojmë dhe shohim njëri tjetrin në madhështinë të qenurit njerëz, të qenurit shqiptar, të qenurit vëllezër dhe të madhështinë e bashkëndarjes së kombit të asaj që ne i takojmë, pra të qenurit shqiptar, pa e parë tjetrin si të ndryshëm, po si të ngjashëm. Patjetër, pa diskutim kjo qëndron në fund të ditës edhe në thelb të religioneve monoteiste, pavarësisht krishterë apo islama, interpretimi drejt të dyja këtyre religioneve pikërisht na çon drejt asaj që është dashuria sublime për tjetrin. Unë personalisht besoj që nëse besimi të Zoti nuk na çon të dashuria për tjetrin pa kusht, kush do të qoftë, si do të qoftë, atëherë pse vlen. Të drejtën e them me shumë sinqeritet, me shumë kënaqësi që neve kemi një fat shumë të madh. Qoftë edhe si nëse do ta quajmë shëmbetin si përjes fetar, që vijnë nga një popull që kjo gjë është trashëguar, është eduku pa imponim, po në mënyrë shumë natyrale që nga shtëpia, që nga familja edhe që nga realiteti njerëzor. Prandaj neve na takon një detyrë e jashtëzakonshme që ta mbajmë, po edhe që ta promovojmë edhe të jemi pasqyra të kësaj vllazërie. Dhe në fund të kësaj lidhje që unë jam shumë e lumtur që na e mundsove praninë tënde në këtë agora sonte, do doja një mesazh, një urim, çfarë të doje bardha zemër ty që do të vinte nga Shkodra për të gjithë shqiptarët që na ndjekin? Jam shumë i gëzuar që këtë urim ka mundësi ta bëj me 2 gradë hap, thotë që vetëm ato që agjerojnë në Shqipëri, por të gjithë ato që agjerojnë në Maqedoni, shqiptarët atje, ato në mënyrë të veçantë që janë në lutin të përshëndetshëm, duke përfituar edhe nga prania e zotënisë në Rum, të cilin e përshëndes përsërisht. Agjerim ama të marrë shpejt pranu, edhe sjalt ky agjerim flitë gjatë gjithë vitit për një shqiptari me Zotin, për një shqiptari të mëshëm në vllazëri dhe ku ta shikojmë njëri tjetrin ashtu siç jemi, vërtet vëllezër të një gjuhë, një gjaku e të kohë. Prandaj nga ana jeme, nga ana gjithë kishës katolike, dëshiroj t'ju transmetoj urimet dhe agjerim sa më të mbarshëm në mënyrë shumë përzemër. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Të përshëndes dhe do jemi sërish me shumë kënaqësi në të tjera intervista. Faleminderit shumë. Ju përshëndes përzemërsisht të gjithëve. Duke mbetur në këtë linjën e vllazërisë, le të themi, me njëri tjetrin. Tani një musliman kë e ka vlla, e ka një arab që është musliman apo e ka një shqiptar që mund të mos jetë musliman? Shikoni, këtë vllazëria gjithmonë ndahet në disa kategori. Kemi vllazërinë kombëtare dhe kemi vllazërinë fetare. Ata nëse më pyet dhe me musafirin që e kishim tash në studio, më këtë ne kemi vllazëri kombëtare, po s'kemi vllazëri fetare. Me një tjetër, mund ta kemi një musafir tjetër që është musliman dhe nuk është shqiptar. Me atë kemi vllazëri fetare, po jo vllazëri kombëtare. Tash secila në raport me zveti i ka disa rregulla të cilat ne pak a shumë duhet i dimë që të funksionojë mirë. Kjo lloj vllazërie është e lehtë brenda kombit, por bëhet goxha e vështirë, besoj unë, jetesa
si shqiptar dhe si shqiptar musliman, nëse ti je në një hapësirë politike që është fe tjetër, që është komp tjetër, edhe një komp me të cilin në gjithë historinë tonë kemi pas përplasje. Si është ti jesh shqiptar musliman në luginën e Preshevës? Shqiptar musliman në luginën e Preshevës nuk është edhe vështirë, po nuk është edhe e lehtë, sepse nuk mund të jesh i lirë në gjithë atë që mendon me bërë, me vepru, me fat luftrat e na, duke i falëndëruar pra Zotin, pastaj të gjithë ata që kanë dhënë një kontribut në për lufta, i kanë sjell ndryshimet, të mëdha, dhe nëse ta bëj një krahasim me para 2001 dhe pas 2001, sigurisht se ka ndryshime serioze, dhe përsëri nuk është në rregull se donë po e zonë ndërtimin e një objekti fetar, ki më kundërshtu shumë ashpër, se kalon me njëherë, ndoshta në politike, kalon në paragjykime të tjera, dhe kjo nuk është shumë e lehtë. Por, megjithatë, po e them, si kuadër i parë me kolegët e mi, kur jemi kthye dikon viteve 93-94, se unë edhe shkollën e mesme kam të kryer në Damask, në Siri, dhe më thonë që shtot poplin në Arabi, edhe shkollën e mesme, edhe fakultetin, edhe magistraturën, dhe më thonë, si gjenerat e parë, kur jemi kthye, natyrisht kemi gjetë një botë krejt tjetër, edhe pse ka pas njerëz të dijes fetare, edhe pse ata kanë dhënë kontribut edhe kombëtar, edhe fetar. Unë kam një shkrim, punim tereni është, kontributi i hoxhallarëve shqiptar deri në vitin 1962 për pengimin e shpërnguljes në Turqi. Unë kam arrit të bëj material deri diku sa kam arrit, por sinqerisht bisedat, plegjve dhe të odave tregojnë se aty është dhënë një kontribut i jashtëzakonshëm për me pengu shpërnguljen e shqiptarëve në Turqi në atë kohë. Derisa na kemi pas për hoxhallarëve që unë kam të shkruar aty, thotë ai dikur ka shku vetë në Turqi, por s'ka pengu në strategjinë e kombit atëherë. Por kur ka qenë ajo aferë, thotë ata që dojnë me lëshu vatanin edhe me shku në Turqi janë pa fe, janë pa iman. Dhe kjo ka qenë prej tij, domethënë ka rrezikuar diçka për me rujt atë kontinuitetin ose atë përbërjen e popullatës në atë vend. Ky është një kontribut i jashtëzakonshëm i hoxhallarëve në breza të ndryshëm, një kontribut që sigurisht e kanë dhënë edhe hoxhallarët, njerëzit e shkolluar apo njerëzit që kanë pas një percepcion të mirëfillt të besimit, sepse ne e dimë që në Jugosllavi kanë luajtur edhe lojra të ndryshme, infiltrime, shërbime etj që janë munduar të prishin këtë. Ka qenë problem ekzistence, bile në atë kohë lirisht mund të thuash ka qenë një problem i ekzistencës së fesë, apo mujna me ekzistu apo jo. Apo mujna me ekzistu në një xhami, mu falë, ose një institucion, ose kjo ka qenë. Por, tash rrethanat janë ndryshe, por tash kërkohet një kontribut i njerëzve profesional, që ata të dinë të menaxhojnë. Qëndrojmë pak pikërisht në këto rrethana. Pikërisht të këta njerëzit që ju i përmendët. Pra, një kategorie që i takoni dhe ju, njerëz që predikojnë fen, jashtë muajit të Ramazanit zakonisht bëhet një predikim pak më i detajuar të premteve. Në Ramazan duket se çdo ditë ka ligjërata nëpër xhami. Si vlerësoni thënë më mirë temat që shumë hoxhallar zgjedhin në muajin Ramazan, ndoshta edhe se u duhet të përgatiten çdo ditë, po temat që zgjedhin për të ligjëruar nëpër xhami. Duket sikur referenca e vazhdueshme me të shkuarën 1400 vjet përpara, jeta e pejgamberit dhe të gjitha ngjarjet e asaj kohe, fakti që non-stop përdoren këto lloj temash, a e bën pak Islamin të duket dogmatik, të duket i largët, a duhet të ketë një lloj ndërthurje temash me aktualitetin dhe me sfidat me cilat individi sot përballet në raport me fen,
dhe në raport me jetën shoqërore? Pajtohem, pjesërisht ose me shumicë pajtohem në këtë drejtim, sepse dhe vetë derisa në institucionin që punoj, gjithmonë u sugjerojmë një program të cilin duhet të ndahet pjesë-pjesë. Për shembull, të flitet për Ramazanin, ditët e para 1, 2, 3. Po jo mirë është, edhe duhet të flitet. Por jo histori e Ramazanit. Përkundrazi, tash kemi edhe studime edhe nga jo islamët, jo muslimanët, që na kanë dhënë studime të shumta rreth Ramazanit. Ne duhet të ecim me këtë gjenerat. Pastaj, një pjesë e ligjëratave, patjetër që ne duhet të merremi me problemet aktuale. Nëse të tregoj për shembull mesazhet që vijnë në Facebook dhe të tjera dhe shohim çfarë probleme ka në mesin e njerëzve tonë, dhe mu sigurisht po e them tash, po pajtohem plotësisht me ty se me të vërtetë duhet të kalojmë tamam me një botë tjetër të ligjërimit. Por po them diçka, ndoshta kolegët nuk ma marrin për të madhe. Unë po them se ndoshta kemi pak edhe frikë nga njerëzit tonë, nga traditat, nga zakonet që t'i qasemi pikave të caktuara. Të flasim për shembull për padrejtësitë familjare, burr-gru, bashkëshort. Që problem serioz. Shkurorëzimet janë nivelin të shtimit çdo ditë. Këtu duhet të qasemi mirë, po na sikur se pak po friksohemi, të qasemi këtij temave se ndoshta mos po prek këtaj, mos po është një problem. Dhe në fund të kësaj interviste, cili do të ishte mesazhi i parë që ju vjen në mendje si mesazh për t'ja dërguar të gjithë shqiptarëve, edhe atyre musliman, po fundi edhe atyre jo musliman, Patjetër. që në fund të ditës edhe ata që nuk janë musliman, duke qenë se kanë gjithmonë dika afër aty që mund të jetë i besimit fetar musliman, si thosh, impaktohen pak nga ky muaj. Shikoni, unë në fillim të emisionit e thash një gjë. Të gjitha adhurimet kanë edhe dobin e jetës së kësaj bote. Andaj mundon nga secili adhurim që e bëni të e shfrytëzoni edhe pjesën e jetës së kësaj bote. Meqense jemi në muajin e agjërimit, agjërimi është ndalesë e pijes dhe ushqimit dhe jo gjë tjetër, nuk kemi dyshimi se ai nuk pranohet te Zoti. Çka ka thënë Zoti në fjalët e tij kur na drejtohet përmes Muhamedit alayhis salam. Thotë nëse njeriu nuk e lën dëshminë e rrënjshme, nuk i lën fyrjet dhe fjalët e këqija, Zoti thotë nuk ka nevojë për agjërimin e tij. Nuk e di a ka mama dhe se kjo. Mesazhi tjetër që duhet ta nxjerrim nga kjo, Zoti përsëri na thotë, agjërimi është që nëse të sulmon dikush ose të fyen dikush, thuaj unë jam agjërueshëm. Domethënë moral i jetës së përditshme. Te agjërimi përsëri kemi edhe thënie të tjera që nëse agjërimi përfshihet me veprime negative, përsëri ai agjërim do të jetë shumë i mangët. Atëherë këtë po ja kërkoj gjithkujt. Po e bën një adhurim, ndjeje shpirtërisht. Ndjeshmëria shpirtërore, kur e bën njeriu agjërimi, se agjërimi ka mësime të shumta. Pra, mesazhi është adhurimet futni në ndjenjën shpirtërore. Kur e fut në ndjenjën shpirtërore, e nxjerr edhe dobinë e kësaj bote. Shërbehesh me to edhe në këtë botë, por gjithsesi shpërblehesh me të te Zoti edhe në botën tjetër. Unë ju falenderoj shumë që ishit në këtë studio, ju falenderoj shumë për gjitha mesazhet që Faleminderit edhe juve që na keni bërë ftesën dhe ju uroj shumë sukses. Faleminderit shumë. Ne ndërkohë do të përshëndetemi këtu me urimin që reflektimi që do bëni gjatë këtyre 30 ditëve të jetë i mjaftueshëm që t'ju mbajë në vetdije edhe në 11 muajt e ardhshëm. Natën e mirë.